në bisedën tonë me një njeri të jashtëzakonshëm, me zotëriun e nderuar Sezar Jakupi, me prespanin e kolonjarin e shqiptarin tonë, që e kemi mysafir këtyre ditëve në Kosovë, në të cilën vjen çdo vjet. Nga viti 90 punuat shumë me komunitetin shqiptar dhe krijimi i shoqatave, i seksioneve që i përmendëm, pastaj hapja e radiove me të cilat doni të komunikonit me komunitetin shqiptar dhe por një ditë erdhi lufta. Në ditët e luftës jeni shquar për ndihmat e mëdha, për punën e madhe që keni bërë, për kontaktet me nivelet politike dhe qeveritare, australiane dhe ishte një sfidë tjetër që erdhi para jush dhe para nesh të gjithë dhe para jush në Australi. Po, kështu, edhe kuptohet, ti di e the për në Australi, ma merë mendja, ti di pse kur ata që janë në Australi, me qenë se janë edhe aq largë, vendi mi largët, nga dheo, sigurisht që e ndjenjë edhe më shumë atë largësin, edhe dhimbje, edhe mallin. S'është që jenë në Zvicër, hajde 2 orë me aeroplan, jenë në Prishtina, jenë në Tiranë. Në Australi është një udhëtim, një rrugtim i gjatë. Dhe evrejta që kur ndodheshin këto, njerëzit ndjeshin edhe më keq, ti e di, jemi larka dhe si të bëjmë, që të bëjmë. Qa të bëjmë, qa mund të bëjmë? Kështu, edhe natyrisht në përmes protestave, dilnim në rrugë, në rrugë të Melbourne-it, në Canberra shkonjim në para Parlamentit Federal, edhe përveç asaj ishte ndihma humanitare, solidare, 3% që fondi 3% që janë të buar shumë, edhe kur erdhi 98-a, nënta veç mas Raçaku, edhe Prekazi, atëre në mblodhen, atër shqiptaria në kamp. Po, edhe të kuptohet, Naim, që në atë kohë, ta përmenda 10-12.000, 70% ishin shqiptarë të lindur në Macedoni, Presp, Manastir, Strug, Ohër, Tetov. Mos pakun nga Kosova. Ishin pak, 100-200 familje, 300 familje, kështu. Shqiptarë të Ulqinit, të Malit, Gaviset Malit të Zi, Anemalit, kishim të Qamrisë, të Shqipërisë naturisht, kështu, dhe është bërë një solidarizimi papar, kështu, edhe një punë atëren, edhe gjatë luftës, edhe kështu, mbas luftës, Australia pranoi 6.000 refugjatë. E këtu kisha pyetur një numër i madh, shumë me mira. Po, që për në Australia ajo i papar, kështu, që të pranosh një numër i tillë. S'kishte ndodhur në historinë. Edhe kishte ndodhë në veçanti, në disa raste, por ishin nga shtetet që ishin më afër. Që afër, po. Edhe, kështu, por nga Evropa, ti di që të pranojnë... Me 24 orë udhëtim me aeroplan, 6.000 veta. Edhe komuniteti ynë u vunë në shërbim. Ata u vendosen në për kampet ushtarake, të Australisë. Po, ushtarake. Kështu, edhe në për gjitha qytetet, në gjitha, edhe po e them edhe për këtë, një falenderim i jashtëzakonshëm, se ishte, po thuaj se e shumë të punës ishte vullnetare, njerëzit në Australi, shqiptarët lanë punën, muarën 2 muaj, 3 muaj pushime, që u muarën, se duesh t'i ndihmonjë njerëzit që kishin ardhur. Në shërbim 24 orë. Po, që në veçanti në atë kohë, unë faktisht lëviza në Evropë në atë kohë, edhe au që e mori pozitën time si kryetar, ishte një shqiptar i Strugës, Alil Musaj, ishte një profesor Erik Loga, kështu edhe shumë të tjerë që nuk mund t'i përmend. Jashar Fazliu, Qazim Mengjishi, Besnik Krasniqi, Tashi Johona. Po, shumë mirë, edhe
kanë bërë një punë t'je di kështu. Të jashtëzakonshme. Po, Ku të gjeti fundi i luftës, sepse ishe shumë i impenjum i... Po, isha në Zvicër, kisha shok shumë të afërt, Sali Qekun, dëshmorin. E njifje? Po. E kishe shok? Po. Kishim bërë disa bashkëpunime në aktivitetet, kështu, edhe në përmes Hafizit, në përmes profesor Ali Aliut, u takova isha takuar shumë herë me ministrin Ahmet Krasniqi, poshtu Indieri, edhe disa ekipi ti. Ishte edhe nga 3 ditë mbas hyrjes NATO-s, edhe unë thash, hajde të shikoj pash një nga këto gazetat që botoheshin në Zvicër, edhe thoshin sot mund të ketë fluturim, ti e di, kështu për në Shkup. Për në Shkup, Gjenev Shkup, edhe atër shkoj unë në aeroport, kështu pa i pregatitur, edhe... Nga puna, drejt në aeroport. Po, edhe ishte... kështu pres aty bisedoj, këta thonë, po do të niset më vonë, kështu, unë nisë me vones të jashtëzakonshëm, unë nisëm nga mesnata, një aeroplan si në ato filmet aeroplaneve para një shekuj, edhe kështu zbritëm në Shkup, ishte shumë vonë, edhe atëren me këta taksistet, po i them, a mund të më qoj dikush në Prishtinë, ata dhe nuk mund të shkosh në Prishtinë. Histori më vetë të udhimit, historia po fillon të edhe pjesa e dytë këtu. Po, edhe këta thonë, jo, jam blokuar rrugët. Edhe është orë policore. Po, ishte një i mëngjezit kështu. Edhe del një taksist, edhe a më thot, a do të shkosh Prishtinë? Thash, mundësisht, thash, por këta tjerit, po më thonë, ishte pa mundur, por nesër të flenë Shkup edhe të shkojmë nga rruga tjetër, nga në Tetovës, kështu. A u i thot, qëko, thot, unë mund të qoj, thash, mirë, thash, kështu, nëse kështu, edhe nisemi 2 i mëngjezit, edhe kur afrohet aju aty të blacat, e pika kufitare, kë merë një farë rrugë, nuk e di si për të poshtë, saj malore, këtë të kalon atë kufirin atë kështu, edhe unë tani, pa të di sikur po shqetsojmë kështu, pse terë në malë kështu, edhe po them, ku po shkojmë kështu, tha shko dhe ti donë kështu në Prishtinë, ajo rruga është e blokuar, unë i di jam i kësaj anës, edhe do të shkojmë kështu, të di në për sharë, në për kështu. As kush se din të ku ishe? Jo, nuk. S'kishe lënë as doj pusull, as doj. Unë vetëm. Sezar Jakupi po udhtonte në errësirë. Edhe mbas të një 2 orë kështu udhëtimesh, marrë zbritëm, më duket më tha që ishim afër Ferizajt, diku, si që këthye, edhe atëherën shkojmë në ndalin këta të NATO, si ishim pos bloke, ata po i thonë këti ku po shkonë. Por thot kam njeri i rëndësishëm nga Australia, kështu, edhe këta ma kërkojnë, ja të regoj pashaportën australiane. Mirë, shkoni, por është shumë e rrezikshëm. Jo, këta thoshin nuk duhet kështu, këtë thoshte mos ki galer kështu. Edhe vim në Prishtinë, natë, kështu, ishte da 4 i mëngjezit, edhe tani unë po përpiqem të gjej një apartment aty ku po shkoj, edhe... Po kërkoj e mikun tamë. Po. Edhe Alushin, edhe... por nuk isha qenë kur. Vetëm e dinja që ishte te bregu i diellit. Dikon. Edhe kështu, edhe ky taksisti, që ishte shumë njeri mirë, edhe ky thot do të ndihmoj, shkuam hym këtu. Unë kisha një farë një urje për ku mund të ishte ajo që ma kishte përshkruar Alushi, për këtë edhe ka fundi aty i kështu, edhe thashin jo vazhdo, hym të një, thash hajde hy këtu, thash me duket kjo mos jetë, edhe me duket, të di, kisha mundet që kisha një farë
para njohje që për apartamentin a kështu, e unë shkoj në katin e poshtëm, jo, nuk është kjo, shkoj në katin e pashkon, e dytë në tem, duket e treta e katërta, dhe me del aty numbri 30 qishte, edhe thash, duket kjo është, edhe unë i bje ziles, i bje kështu, ishte kështu, atërën kur del ky miku im, ky i trembur, tje dikush, kjo ishte shumë e pasigurt, edhe thot, pe ku ere, tje diku na dole. I e i qmendur ti në këtë kohë. Profesori ndëruar, Alushi, a? Tha, vetëm i qmendur, thot, mund të vinë në këtë kohë. Tha, këtu janë banda, janë kështu kështu. Në kohën e kurreshtjes më të madhe, se po shlirohet atë dhe yt, në realitet, një profesor kërkon profesorin tjetër, kërkon mikun, kërkon Alush Gashin dhe e gjeta, a? Edhe e gjeta. E bukur kjo. Edhe atë javën më pas, kështu e vizituam gjithë Kosovën, i kam fotografit, videot, i qytetet djegura, fshatrat djegura, shkom në Pej, në Gjakov, në ato ishte të merë, kështu, por një histori, kështu që shumë interesante, e bukur. Zotër Jakupi, ju vazhdoni të jeni në krye të organizimeve të komunitetit shqiptar dhe në vazhdimsi, pa hequr dorë asnjëherë. Vini pothuajse çdo vjet në Kosovë, në Shqipëri, pastaj kolonialët thonë se je yni, prespanët thonë je yni, tash na Prishtina veç të kemi marrë. Cilat janë shqetësimet e komunitetit shqiptar tani në ditët kur i kemi dy shtete në realitet, por për çfarë shqetësoheni më shumë? Për çfarë mundoheni të organizoheni më shumë? Ruajtja e gjuhës, kulturës, identitetit, kuptohet, Australia larg, edhe siç e përmendëm, s'është që në Evropë edhe diku në Amerikë, Kanada, hajde verës vjen mund vi shumë letë. Në Australi është shpenzim i jashtëzakonshëm, por edhe udhëtim i jashtëzakonshëm që ne për fat i kemi 2 ambasadat. Tani, miku i nderuar ambasadori Skënder Durmishi e themeloi ambasadën e Kosovës para 10 vitesh, në Canberra edhe para dhe 5 vitesh u themelu ambasada e Shqipërisë, është në të njëjtën godin, kështu, edhe e themeloi atë ambasadori i ngarkuar me punë atë kohë, një akademik intelektual Edmond Trako, tani është zoti Adrian Mara, që kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme. Komunikoni, bashkëpunojmë, edhe faktikisht ambasadoria e Kosovës aty tani është zonja Jetmira Berdynaj Shalla. Kështu ka qenë Sabri Kiçmari para... kemi pasur një komandant emblematik, Hajdin Abazin. Hajdin Abazi, po. Takimi ti me Holbrukun atje, gjërajtë. Po, që fatmirësisht kemi patur shumë njerëz të mirë, që na kanë ndihmuar pa kufi, por kuptohet si në Amerikë, ambasadat janë në Washington në Amerikë. Edhe atje në Canberra. Edhe ne që nuk ka, do me në Melbourne, prej Canberras janë 700 km, 600 km, që ambasadat, ambasadorët, që i kanë edhe punë detyre diplomatike, që nuk mund t'jenë pranë gjithmonë, por ata vinë, ne manifestojmë ngritjen e ceremonisë, ngritja e flamurit për 28 nëntorin 17 shkurtin në qendër të Melbourne-it, të lagjeve, Shepperton e kështu, në Perth edhe në vise tjera, ata janë të pranishëm çdo herë për këto. Por ne si komunitet, naturisht, si thash, ruajtja e gjuhës, identitetit, kulturës, ne organizojmë manifestime, janë organizata, ekzistojnë
përveç komunitetit që ekziston organizata sportive, Sportive. klubet, klubi mi vjetër klubi futbollistik Shqiponja u themelua në vitin 1970, klubi futbollistik Prishtina nga viti 83-4 u themelua, janë edhe shumë klube tjera, ekziston shoqëria e grave, radio, shoqëria e arsimtarve që i mësojnë fëmijët të shtunëve në mëngjes shkojnë edhe mësojnë të vjojnë mësime shqipe, shoqëria kulturore artistike, kemi mund të them një nga më të mirat në botë. Aty janë një ekip 4 vetash, një qift zoti Bardhi edhe zonja Flamuria Gaskrapari, edhe vajza e tyre Anisa edhe një djalë nga Korça Ermali kanë këta shpallen në kështu eventet të shtetit. Të shtetit zënë vendet të para, janë fantastik. Manice, fëmijët janë 100, 50 fëmijë, 50 këta deri në moshën 18-20 vjeç që i mbajmë gjallë kështu, por kur kuptohet që me qenë se jemi larg, edhe sfida është edhe më e madhe. Me që jemi të sukseset, sa janë ingranuar shqiptarët me punën e tyre në jetën, në segmentet, në të gjitha nivelet në Australi, dhe sa kanë arrit në nivelet... Po. Kemi Kana temi integrimi në shoqëri është shumë i mirë. Shqiptarët kanë reputacion jashtëzakonisht të mirë. Të mirë. Kështu dhe në biznis kanë deportuar shumë edhe ke afarist shumë që kanë kryer pasuri kështu shumë të madhe. Kemi në jetën si politike, kemi një persongjim me Mehmeti, aty nga manastiri në atë zonën e vetë, që thash, ku janë këta të manastirit, ajo është zgjedhur 7 herë kryetar komun. Kryetar komune. Po, në Shepërton kemi 3-4 shqiptarë këta me origjinë nga Korça janë zgjedhur edhe ata 4-5 herë kryetar komunë. Edhe kemi edhe të tjerë që janë kështu. Gjykatës, doktor, inxhinier. Gjykatës, kemi zoti Rauf Suljon, është gjykatësi në Australi, në qytetin e Adelaide-it. Kemi avukate, barister, plot, kemi mjek, kirurg, kështu që me vërtet ka filluar t'je di që njerëzit edhe në jetën akademike, siç është kemi profesora, është një i Ferizajt, Enver Halili, dhe këtu mund t'jetë Enveri, që kemi Gazmen Gjaferi, Durrësit, që kemi njerëz edhe akademik që kanë arritur... Kanë rrinë në nivellet më të larta të jetës në Australi. Edhe sigurisht kam harruar edhe shumë, por këto që më ranë ndërmend që i kam përmendur. Në përgjithësi. Pas krejt këtyre aktiviteteve, se goxhanijet e bujshme, Zotëri Jakupi, Po, kështu, e gjallë. A ka në një moment që ju ka metë në mendje, në shpirt, që e mbani për krenari kështë në jetën tënde? Unë do të veçoj atë periudhën 88-90, 90 deri 99. 99, deri sa u shliruan. Po. Ishte një periudhë ku e gjitha puna është bërë vullnetarisht, nuk ishim ambasada, nuk ishim asgjë, kryom shumë kontakte në parlament. Australia ishte shteti 7 në botë që e njohi Kosovën, shteti 7. Edhe kemi kryer kontakte me ministrat, me kështu, jemi solidarizuar në... Kur jemi të këto kontakte? Kryeministri albanezi? Shumë interesant. Ne po themi është i joni, Arbreshyën po themi.
deri para Keni pas kontakte? Po. Deri para 2 vjet, ne të gjithë thoshim, por nuk ishte asgjë e shkruar, e dokumentuar, ai nuk ishte folur kur. Edhe para 2 vitesh u formua në Parlamentin Federal ky grupi miqësisë Australi-Shqipëri. Si kudo në botë. Edhe ato kur formohen i bashkangjiten të antarë të parlamentit, nga të gjitha partit, e që formohet të grupi me një kryetar në kryetar. Edhe kur bëhet themelimi i asaj, në parlament bëhet si një solemnitet, kështu, një ceremoni, jo brenda parlamentit, por jashtë, si në courtyard. Edhe aty ishin ftuar këta senator, kështu, do një 20 e disa, edhe ne përfaqësues të komuniteti, nga gjitha viset, Melbourne, Dandenong, ky Gjime Meti që thash, edhe Sydney, Shepperton, Adelaide, Perth, Brisbane, kudo. Edhe nga Sheppertoni, komuniteti atjeshëm pregatiti këta fëmit me veshje kombëtare, kështu. Edhe ceremonia ishte për në orën 3, kështu brenda godinës së parlamentit, jo brenda, por aty në atë courtyard. Edhe ne po i thoshim ky që ishte përkrahasi më i madh që e ka elektoratin në këtë zonë e kësaj Dandenong, afër Melbourne-it, ku jetojnë këta të manastirit. Ka shumë shqiptar edhe ishte kështu. Na përkraj, ma i na përkraj. Po, edhe veçanërisht nëpërmes këtij gjimit, është kështu një përkraje kështu, edhe me gjimin i thoshim këtij senatore, këtij Markut, që ky është prokuror i përgjithshëm i Australisë. Do me e ka vendin të tretë, si mbas hierarkisë. Në radhitje, po. Bas kryeministër së vendës, edhe ky. Edhe i thoshim, apo na i sill atë mikun ton, kështu. Kryeministrin edhe shqiptarin tonë. Edhe ky tha, shiko, tha, unë i kam thënë kështu, tha edhe do t'i them, edhe në atë mëngjesin e asaj ditës, këta kryeministri e mban të rregullt çdo ditë në 7-8 në mëngjes të kabinetit, ata ministrave kryesor, dhe nga 12, asa janë 15, edhe në atë e marrin fjalë, secili çfarë punë, agenda kështu. Edhe kur përfundojnë, atëherë këta thonë other business. Ka ndonjë pyetje të lirë dhe ky Mark, prokurori, ky i thot kryeministri, drejtoi thot, shiko kryeministri, vetëm po ta kujtoj që sot në orën 3 te aty godina e parlamentit po të presin vëllezërit e motrat tuaj. Tani ky ja kishte përmendur për këta, por këta të gjithë të tjerit, këta po thonë ç'po ndodh kështu. Edhe pse ai ndërhyn chief of staff, shefi protokollit, thot, shiko, thot, e kemi programin të plot, thot, nuk po vim dot protokolli kështu. Ky edhe pse ky na i përcjell Gjimit dhe mua, thot, shiko, thot, e vështirë që të vjen. E vështirë, ne themi u përpoqe, faleminderit. Hajde, t'jedim, edhe shënet. Kështu edhe fillojmë tani këtë ceremoninë, e ky Marku, ky prokurori përgjithëm, ky e ka fjalën. Tani, edhe ky do ta bëja ceremoninë, themelimi, kështu. Edhe ky e fillon, edhe mbas dhe një 3-4 minutash, vjen njeri edhe i përshprit këtij në vesh. Kështu, e ky thotë, do të dalemi një pauzë dhe një 60 sekunda, mbas 30 sekunda vjen një ekip i madh, kështu, jo me sigurim, me kështu. Edhe kur del aty kryeministri. Erdhi. Albanezi, po. Edhe u afrohet, është një video aty, edhe i afrohet aty ku ishim ne, aty, edhe gjithë kështu, edhe ky Marku, ky prokurori thot, zoti kryeministër, ju falenderoj që e pranuat ftesën time, që të vini pranë njerëzit tuaj. Edhe thot, a do kështu, ti e di ta marrësh mikrofonin kështu, ky thot po. Edhe ky në fjalën e parë, ky kryeministri thot anglisht, kuptohet. Thot,
Jam shumë i lumtur që kjo është herë e parë që unë nuk jam i vetmi shqiptar. Ajo s'jam e parë. Atëherë në ai, që për herë të parë që po thot, ajo thot, e mora vesh unë kur shkova një histori e ti është film. Babai i ti Arbresh, Carlo Albanesi, ajo se kishte takuar kur baban e vetë. Babai i ti ishte kuzhiner në anije luftarake të Evropës të Italis, edhe nena e këti Anthony ishte australiane me prardhi irlandeze, ajo ishte ners. Punon të në luftën e dytë motër medicinale. Edhe kështu, edhe këta në anije takojnë rasisht. Dashurojnë. Tani dashurojnë kështu. Kjo kur po kthehet në Australi, kjo e mervesh që është ta zënë. Po. Ky ka vazhduar punën e vet në anije. Në luftë, ti e di në anije kështu. Kjo më duket dërgon një farë telegrami, edhe ky jati Carlo i përgjigjet që shiko, më vjen shumë keq që po më thua kështu ti e nisur. Unë është e pamundur që unë të vi në Australi. Tradita jonë, ku jam i lindur unë në Arbreshët, në fshatin Barleti, në Puglia, tradita jonë është që unë që 13 vjeç mua prindrit ma kanë gjetë nusen aty në fshat, edhe unë nëse e trahtoj atë, tha unë jam në rrezik, tha ata mundet ligji është që kështu. Edhe ky thot më falë, kështu, kjo kthehet në Australi, edhe kjo ishte australiane irlandeze me fe katolike, që është kështu me katë që të kesh fëmijë, pa qenë e martuar kështu. Edhe kjo tani mendohet, edhe kur shkon kjo prindërve i thot, shiko thot, po ju them një gjë, unë kur isha atje, u martova me një ushtar italian, edhe u vran luft. U vran luft. Por unë vetëm duke u kthyer, e kuptova që janë shtatzane. Ata thanë mirë, punë e Zotit, kështu, ke qenë martuar, nuk ka asnjë kështu, që asnjëri, ky kryeministri u lind, derisa ishte 40 vjeç, ka menduar, babai i vet ishte i vdekur. Po, kjo e mbajti emrin për këtë ky shkoi edhe takoja. Kjo e mbaj, pse kjo e jema mund ta kishte marrë emrin të vet, të familjar. Por kjo për shkak e mbajti Albanesi. Pse thot, jo, ky vdiq, por ky është prindi kështu. Edhe kështu që ky psaj hyn në parlament, kur e merr vesh e jema ja tregon para më duket vdekje sa kështu, edhe ky shkon në ambasadën australiane në Rom, ishte antar i parlamentit atëherë, vetëm kështu, edhe i thot po e kërkoj kështu, ky ja jep emrin, këta shkojnë të ambasadës, kur shkojnë tek ai fshati Barleti, ky thot po kërkoj Carlo Albanesi, e këta i thonë shiko, në këtë fshat janë dhe nga 500 me këtë mbiemër. Tha Carlo mund të ketë 20-30. Edhe ky psa i jep e jema i kishte në disa detaj, ishte kuzhiner, ka punuar në luftë, kështu. Edhe më në fund këta e gjejnë. Edhe psa i ky shkon, edhe njoftohet për herë të parë, por ky jati, u martua bashkë me atë vajzën që ja kishin zënë prindrit. Po, edhe kishte 6-7 fëmijë, edhe kështu që nuk kishin besoj marrëdhënie shumë të kështu, por jati atëherë ja sqaroi, ky e pyeti ç'është kuptimi i mbiemrit, edhe jati tha para 400-500 viteve të parët ton erdhën nga Shqipëria, nga këto viset, edhe u vendosëm këtu për këtë na i vun emrin Albanesi, që në italisht Carlo Shqiptari. Edhe ky Albanesi po krenohej që s'ishte më i vetmi shqiptar aty. I nderuar Cezar, mrekullisht fata musafir, na ke thënë gjëra shumë bukura. Por më thuaj, ju jeni babai 2 djemve të martuar. Dhe burri
Dhe I bashkëshorti burri i gruas Suzana, Suzana, po. E lindur në Australi me familje me prardhje nga Prespa. nga Prespa. Nuk shkove ma largë, do më thonë në Prespe gjete. Prespane e Në gjete. Australi e gjetë. A, në Australi e gjete. Po, në Australi. Australi. Po. Ajo ishte vendi më i logjikshëm që. Ka heq shumë me ty ajo? Po. Ka heqë? Do në gjithë këto vite. E falenderon për suportin, për mbështetjen? Patjetër. Është ka bërë sakrificë të më shumë se unë. Edhe i rriti fëmijët, i edukoj. Po. Se në ato vitet ti di që thamë plot 10 vjet ato 89, me vërtet shumë kohë, si unë, jo vetëm unë, edhe shumë shokëve të mi që përmende Jashari, Qazimi e shumë tjerë, natyrisht në gjithë ishte puna vullnetare, nuk ishim kështu, edhe realiteti është që kemi, ti di, ka marrë shumë kohë, shumë punë, shumë përkushtim, por natyrisht ne nuk jemi... Nuk je pishman për atë. Po, ajo është arritja e kësaj, s'do ta kishim bërë do të kur këtë bisedë, nëse gjërat kishin ndodhur ndryshe. Edhe kështu që ishte, jo vetëm ne, në gjithë botën, në Amerikë, Kanada, në Evropë, shqiptarët kudo që ishin, nga të gjitha trevat që ishin, kanë sakrifikuar, kanë punuar, është bërë një punë, edhe shpresoj që qeverit Tiranë, Prishtinë, Shkup, Podgoricë, nuk duhet të harrojnë kur atë punën që e ka bërë diaspora në përkushtim të atdheut. Në përmbajtjen e atdheut. Në përmbajtjen rezistencës, të luftës, të fitores, sepse absolutisht duke i falenderu luftës për liri dhe gjithë të në njerëzve që bën kudo që ishin në gjithë globin toksor, luft për liri, çdo aktivitet, çdo gotë ujë që është bërë në shërbim të atdheut, është luft për lirinë e këtij vendi që sot nëse sot do t'i kishe përballë prindrit tuaj, 3, që sa po kishin vritur në Australi, me ëndrat edhe me pas sigurit e tyre, çfarë do t'i thoshe? Kuptohet që të gjithë ata që mërguan në kurbet, bën një sakrificë të jashtëzakonshëm edhe unë kam përfituar nga ajo. U linda, u rrita një shtet ku nuk ishin problemet që i riu si ti që u linde në këtë shtet, ti u ballafaqove me shumë probleme. Shumë, kurse unë nuk i kisha ato. Domen, nuk ishte shkas për mua që mos mësonja, mos punonja, mos kisha suksese, se ishte shtet i lirë, asnjëri nuk të burgoste, të ndalon të kështu. Edhe do t'jem mirënjohës edhe borxhli gjithë jetës time për atë sakrificë që bën prindrit. S'ka tjetër, nuk them që t'e di është mirë që e ben, është mirë për mua edhe për vlanë edhe motrën edhe si gjithë tjerit, por e di që ishte sakrificë shumë e madhe. Edhe emocionale, edhe fizike. Edhe në çdo aspekt të jetës, por si shumë tjerë edhe duke menduar, veçanërisht thash shembull për ata para 100 vjet që emigruan në im. Pas një fjalë anglisht, të vesh në një shtet 25.000 kilometro, pa gjuhë, pa të njohur, pa kështu, ma merr mendja ka qenë një jetë e të mërshme, si të, kurse kuptohet shembull, baba im 58-ën, 59-ën, por mbasi që mbriti,
ishin plot shqiptar aty, këta të Korçës. Kishte tjetër, ishte tjetër gjë. Ishte Nga ata që mbrin të para. Por ata që shkuan 24-ën, 5-ën, 6-ën, as që mund ta paramendoj se çfarë vështirësi patën, që janë plot historira, mbetën pa bukë, mbetën rrugëve, mbetën në një situatë mjerimi kështu, por fal sakrificës së tyre ne jemi përfitues të asaj. Dhe kjo është ta falenderoj. Zotri Jakupi, ishte nga çështë të kësaj. Na ka thënë gjëra shumë të bukura. Të falenderoj nga zemra, edhe besoj që do të kemi prapë mysafir. Unë tham gjithmonë në çdo emision kur kam personalitete, personazhe të këtilla, që në një emision nuk është të thënë, për të thënë edhe për të dhënë të tërën, se do kemi të tjera, do të kemi mysafir prapë. Patjetër. Besoj që na premton për këtë gjë, do na vish prapë. Patjetër. Jam shumë mirënjohës për këtë, është një nder edhe një kënaqësi që edhe të mund t'i tregojmë ato historitë tona, rrëfimet tona. Besoj janë të rëndësishëm që ti dokumentojmë, arkivojmë, se faktikisht kombi ynë nuk kemi qenë aq të denjë në këto, edhe kemi vuetur nga kështu që këtë punën që po e bën të lumt, është një punë jashtëzakonisht e rëndësishëm, do mbetet për gjenerata të ardhshëm, edhe do të mund të mësojnë edhe të dëgjojnë edhe të shpresoj që do të jap inspirim, mundet do të krijojnë prej disa këtyre tregimeve dhe është shumë e rëndësishëm. Kemi vuetur nga mos regjistrimi i mos të shkruarit e historisë dhe ne kanë marrë edhe të tjerët. Ishte kënaqësi që të kisha mysafir. Shumë faleminderit. Protagonistët e kokave, e konave, duhet të flasin, duhet të rrethojnë, duhet të shkruajnë e ne si dëgjojmë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit.